Antarja e Komisionit për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes nga radhët e PDK-s Ganimete Musliu ka ironizuar me deputetët e lëvizjes vetëvendosje, duke u thënë se pushteti është i përkohshëm, ndërsa rotacioni politik gjithmonë është i mundshëm. Shumë faleminderit, i nderuar kryesues. Vetëm një gjë mos harroni se pushteti është i përkohshëm, rotacioni politik është gjithmonë i mundshëm, dhe ne këtu në këtë vend, në këtë komision, jemi për me ruajtur integritetin e kuvendit, jo për me poshtruar edhe me nënshtruar kuvendin në këtë aspekt. Dhe më falni pak ju lutem, avash, merrni frym edhe falni, mos u bëni, dhe këtu ne duhet me ruajtur integritetin e kuvendit. Sot jeni ju në pushtet, nesër vim ne në pushtet, ku me di ndoshta po, prandaj sepse kështu e kemi logjikën, jo me menduar që jemi në kornizën e komunizmit dhe me u mbajt të njëjtët. Ju jeni sot, ne mund të jemi nesër, ose me thënë motroç, ne kemi qenë dje, prandaj këtu është kuvendi i Republikës së Kosovës dhe duhet me pas parasysh çfarë përfaqësoni, tha Musliu. Por kryetari i komisionit Mefail Bajshinovci e kundërshtoi Musliun, duke i thënë se nuk ju mohua asnjëherë drejta për të folur. E nderuara Musliu, komisionere, së pari duhet i përgjigjem deputetes Musliu që tha sot jeni, nesër nuk jeni, nuk ta mohoj askush fjalën. Më lejo tash, nuk të mohoj në këtë komision që udhëhoq unë, nuk të mohoj askush fjalën, tha Bajshinovci.